Zgjedhja e sot ka edhe në Kosovë 1.3 milion votues si janë thirrur që të rihedhin votën në raundin e dytë për këto zgjedhje administrative. Ligji elektoral i Kosovës kërkon që kandidati fitues të marrë më shumë se sa gjysma e votave në kuti dhe kjo nuk ka ndodhur në 18 komuna të cilat sot janë në balotazh. Leonida Bajrami në lidhje të drejtë për drejtë, e cila është në Prishtinë në këto çaste. Leonida, lajm i mirë, nuk dim të ketë patur ndonjë incident deri tani, as nga zonat ku ka banor të shumë nga minoritetet, ku zakonisht krijohen edhe problematika. Si ka ecur gjithçka? Përshëndetje edhe për juve, Jule. Atëherë nuk është qenë raportuar incidente që mund të cënonin integritetin e këtij procesi zgjedhor, megjithatë është njoftuar nga ana e prokurorisë themelore të Prishtinës se 2 persona janë ndaluar në ndyshimin për veprën penale të marrjes së rishpëtit lidhur me votimin në fushë Kosovë. Detaje të tjera nuk ka dhënë prokuroria, megjithatë bëhet e ditur ndalimi i tyre, po ashtu është sekuestruar edhe një telefon që do të shërbejë si provë në hetimet e më të tjeshme. Problematika të tjera janë paraqitur vetëm nga ana e partisë në pushtet. Në këtë rast, këtu para shkollës Fajkonica është denoncuar një aktivist, njërës për partive politike në këto zgjedhje, që mbante një logo të vendosur në gjaket, një logo të partisë që përfaqëson. Megjithatë është bërë e ditur se ai ka qenë jashtë perimetrit të qendrës së votimit, duke theksuar kështu që nuk përbën shkelje ligjore. Në anën tjetër ka pasur edhe ankesa për votimin me asistencë për atë personave me nevoja të veçanta. Partia në pushtet kritikon në vazhdimsi këtë proces, duke thënë që po bëhet ilegalisht dhe po bëhet rysni e po keq përdoret vullneti politik i qytetarëve. Në anën tjetër ka pasur ankesa nga tabori tjetër se nuk po lejohen të votojnë personat që duhet të votojnë realisht me asistencë. Megjithatë, deri në këtë pikë është konsideruar se asnjëra nuk cënon integritetin e procesit zgjedhor, por duhet të theksohet se pjesëmarrja e qytetarëve në këtë raund të dytë të zgjedhjeve është e ulët, është 20% deri në orën 15 sipas dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e duke pasur parasysh raundin e parë, pjesëmarrja ishte 26%. Të falenderoj, Leonida. Ishte Leonida Bajrami.